Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin pa emër për të diskutuar në fakt mbi një prej temave më të nxehta. Duket se përplasja në Partinë Demokratike është ashpërsuar. Duket se përplasja apo debati midis Flamur Nogës dhe Ervin Salianit ka marrë sentenca të tjera të një debati i cili ka kalon kufit politik. Këtë do të mundohemi në fakt ditën e sotme së bashku me kolegun tim dhe mikun tim Marsit Gupi për diskutuar në fakt mbi çështjet e ngjarjeve të cilat lidhen drejt për drejt me jo vetëm me atë se çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike, por edhe faktin që a do të mundet dhe përplasjet e forta që ndodhen midis Salianit dhe Flamur Nogës. Çfarë qëllimi do të ketë Saliani, cili do të jetë plani që do të arrijë? A kërkon vetëm vendin e Flamur Nogës, apo kërkon të ajë kokën e Flamur Nogës, që më pas të ajë kokën e Sali Berishës. Këto janë disa prej pikpyetjeve që diskutohen ditën e sotme. Këto janë disa prej pikpyetjeve që ne do të mundohemi në fakt të japim përgjigje këtu në formatin ton së bashku me kolegun Marsit Gupi mbi këto perspektiva. Marsit. Por normal, dëgjoj, është e rëndësishme shumë opozita dhe çfarë ndodh në opozitë. Për shkak normal sepse cilësia e opozitës ndikon edhe në rënien sa më të shpejtë të një regjimi i cili tashmë ka 12 vite me një sër problemesh ligjore dhe korrupsioni moral edhe shtetëror. Problemi që ndron që do arrijë opozita të bindë njerëzit dhe të kthejë në një alternativë të besueshme, që është dilema e parë. Edhe e dyta, ajo që ka më shumë rëndësi është që këto ngjarje realisht do e bëjnë opozitën të tillë, pasi realisht në konditat ose në kushtet që është, opozita nuk e ka këtë lloj legitimiteti moral dhe politik. Problemi që ndron këtu që ngjarjet që dhe nga mënyra si po ndodhin, i ngjajnë më shumë kompromiseve dhe dilleve të tipit që secili negocion për interesat vetat dhe nuk negociohet për shumatoren e interesave të demokratëve, që do të thotë pra, nuk është se po flitet për një strategji të mirëfillt në kuptimin e logjistikës brenda strukturave partijake dhe pasaj në programin ose në frymën politike, por po flitet për një goditje ose për një ortek goditjesh në lidhje me nomenklaturën e partisë që është sot dhe me strukturat drejtuese të saj dhe jo në lidhje me logjistikën dhe me programin politik. Pra situash është më shumë ideja që lëvisti nga karrika e Tulemund sesa nga ideja që pse ajo që bën atë karrike ku ulesh ti dhe ku mund Tulemund gjatë nuk shkojnë siç duhet. Tani gjërat nuk shkojnë siç duhet në ato dy karrige. Marsit, ne duhet ta ndjekim perspektivën edhe mbi qëllimet që ka vetë jo vetëm Saliani, por edhe mbi qëllimet cilët ka çdo politikan. Pra, unë shikoj mbi këtë perspektivë fakt. Saliani vete dhe i artikulohet Flamur Nogës i thotë ti po e shkatron partinë. Më kujtua njësoj si ato mbledhjet e partisë që më pas ata besnikët e Enver Hoxhës, i thtarët e Enver Hoxhës thoshin Enveri nuk dinte se çfarë bënte Mehmeti. Se Mehmeti ishte njeri i cili ishte gjakatar në natyra e vet. Sakt. Dhe në këtë kontekst kur shikoj që Saliani nuk guxon t'i thot Berishës që ti e shkatrove partinë, por zgjedh t'i thot Flamur Nogës ti e shkatrove partinë, kërkon sikur po lufton vetëm për t'i zënë vendin Flamur Nogës ose maksimumi tek Lëviz Balliu, por thjesht aty nuk po artikulon akoma. Por duhet që se po them Flamur Noga është dhe natyrë përplase, edhe natyrë e cila kërkon të jetë kontroverse, zgjedh atje të përplaset me Salianin. Por e se pati një deklaratë çuditshme para pak ditësh, edhe mua më bëri përshtypje, në cilën zoti Noga akuzoi që negociatori i firmave ka qenë Ervin Saliani në lidhje brenda Partisë Demokratike dhe negociatori i jashtëm në raport me pushtetin ka qenë zonja Grita Duma, që është dhe bashkëshortja e zotit Ervin Saliani. Tash pa dashur të futemi dikujt në familje ose këto se nuk është ai qëllimi. Problemi është që a është e reale kjo akuzë e Nogës sepse ai tha fliten, ka zëra, apo është thjesht proces lufte? Si e kupton ti? Shko, Marsit, që në momentin në qoftë se ania jote fut ujë, mos kërko arsyet pse fut ujë, por kërko arsyet si ta riparosh. Tani, unë nuk mendoj që në Partinë Demokratike të ketë njeri
që të firmosi jashtë vullnetit zotit Berisha, sepse vetë zoti Berisha, që ditën e parë që do marri vesh që kushdo nga ata 42 deputet, si do ta ketë emrin, ka bërë një veprim pa miratimin e zotit Berisha, ai do të kthehet në tokë pushkatimi. Pra ai do i vendosin epitete, do t'i vendosin emërtime, do t'a tallin, do t'a ironizojnë, do dalin njerëzit që janë pranë zotit Berisha, do t'a quajnë tradhëtar, maskara, pis, njeri që u shit para Ramës, që është flisir, e këto terminologji si thaj, për të çfarë jam i të mërshëm, unë s'dua veta, maskara, flisir, i pabes, burracak, kështu është dhe kjo pjesë. Sa herë ka pazare marsit, këta fillojnë përdorin një gjuhë shumë agresive, sepse duan ta zhvendosin vëmendjen nga pazari tek gjua. Dhe unë nuk mendoj që të ketë dorë tek avokati i popullit, unë e kam thënë fakt, zoti Berisha apo ata cilët janë pranë Partisë Demokratike duhet të ngrejnë pyetjen reale dhe t'i japin përgjigje. A do pranonte do kush që avokatin e popullit ta zgjidhte një parti e cila ka në krye një person i cili është non grata? Kjo është një prej pikpyetjeve të mëdha, sepse ne kemi parë që kur kërkon të negociosh me partnerën ndërkombëtar, ata kanë disa vija të kuqe në çdo aspekt, antarësime, ku ta di unë çdo gjë. Kështu që kjo është një pikpyetje që askush apo një pyetje që askush nuk i jep përgjigje marsit, edhe është një pyetje e cila askush prej këtyre që janë politikanë nuk zgjedh. Ajo që mua më bëri përshtypje marsit, që do të thosha merr më shumë sentencë, që Ervini tani dhe këtu kaloi në jeshtje, në Gjirokastër Ali Mehmeti nuk ishte. Basi u përplas me flamur nokën Ervini, Ali Mehmeti doli të nesme, në ditën e dieshme doli në MCN, për të qenë korrekt te televizioni, dhe tha, sa të ketë zgjedhje, tha, unë vetëm Berishën do votoj, tha. Me thënë, do ta votbesoj përsëri Berishën. Tani, në qoftë se Ali Mehmeti iku, se në fillim ikën këta, Tedi, Gjungshi, Dreqi Shejtani. Në qoftë se ikën Ali Mehmeti, në qoftë se Ali Mehmeti thot, unë nuk jam, unë votën do të jap Berishës, atëherë Saliani thot që unë nuk po dal për të rrëzuar Berishën, unë po dal për të negociuar për pozicionin e jo, mor, për të rrëzuar flamurin që të vendos flamurin tim. Kaq. Por në optikën time, flamuri është më i besuar. Po, problemi është që ka ndonjë flamur tjetër që valvitet më shumë se flamuri Berishës në atë partisë. Problemi është që deri dje, jo vetëm që është valvitur flamur tjetër, po këta ja kapnin shkopin Berishës për t'i valvitur flamurin. Po, flamuri i Berishës është më i atashum, i ka qëndruar momentet vështira. Madje zotëria në fjalë dikur i ngeli pa flamur vetëm shkopi i flamurit Bashës, edhe me atë në dorë doli për shembull për të mbrojtur Selin. Për atë po të mëgjoj mua, se kam gjuar që mundohet të justifikohet. Marsit, ata vajtën për t'i nxjerrë zvarr nga PD-ja, këta justifikojnë që se kishim shkopin për ata që erdhën për na nxjerrë zvarr. Po të thonë më burr, ty duar janë për një kokë, po të kishit ardhur për siç usulët edhe ne do të ishim përgjigjur. Hermaqo, analiza politike në raport me këto ngjarje njerëzore, sepse ajo që ka rëndësi janë idetë dhe qëllimet e ideve, unë mendoj që ka një problem shumë theksuar, që askush në atë parti nuk flet për ide, se mazhoranca socialiste dhe përveç se është e korruptuar, edhe nuk e di si qëndron, edhe nuk i besoj fare pjesës se si shohin ndërkombëtarët, edhe vetëm për këtë arsye ndërkombëtarët sot që ne flasim në kuptimin tim nuk janë fair dhe nuk janë të drejtë me shqiptarët, kur i thurin Lile Laj dhe Edi Ramës. Pra ajo që unë dua të them është kjo që si ka mundësi që nuk ekziston ideja të paktën për dindur një frym politike. Në çfarë sensi? Në sensin që të kalojnë këto klishet e dikushme që shiko se këta vjedhin kur vim ne do bëhet utopi e jashtëzakonshme,
nuk do shikoni më që të mungojnë pensionet të ulta, nuk do shikoni më rrogat të ulta, nuk do shikoni më mosbatim ligji, banda do shuhen e tjerë. Banda banda. Sepse këto nuk janë korrekte dhe nuk janë konkrete. Unë mendoj dhe i besoj më shumë, premtimeve njerëzore të cilat bazohen në një ide, në kuptimin që, ku do vinë parat për shembull, dhe sa është sot buxheti i shtetit në mënyrë që të shpërndahen si rritje rrogash. Pra, ku do i heqësh ose çfarë do jetë sektori i ri që do investohet ose do hapet në mënyrë që unë ta besoj realisht që ti ke rritjen e rrogës ose pensionit reale. Tjetra, çfarë programi ka për shtresat nevojë për post këtyre programeve që këta i cilësojnë do më ngrejmë kaq këto për azilet, do bëjmë këtë ku dëgjon kishim bërë në program përqindjen, rritjen e përqindjes së pensioneve. Po pas të kjo kur ishim për zgjedhje. Jo, ideja ashtu më që këta kanë ndërtuar një sistem që njerëzve s'do t'i bëj përshtypje mashtrimi. Është si puna e familjeve destruktive ose si puna e grupeve ermal, të cilat nuk i bën më përshtypje likësia ose perfiditeti ose iluzione. Pra, për shembull, ka familje që pranojnë të jetojnë me vesaxhin brenda tyre, më kupton? Me mashtrues, me njerëz të cilët janë edhe pervers, edhe si bën përshtypje duke normalizim. Këtë lloj shembulli po e fusin dhe po implementojnë politikë, ky është problemi. Problemi është që njerëzve si bën më përshtypje kur dikush bën korrupsion, përkundrazi është bërë si virtyt, pra bravo i qoftë është i aftë, ose ka zemër, ose ka bole kur thonë ajër, po sepse e mban fjalën e i shpërndan e i bën këto, ndërkohë që do t'i bëj përshtypje thotë çështore kush është aftësia këtij se vjedh. Kush është aftësia për shembull do të thotë Blinda Ballukut për çfarë zojnë grua? Se i ndan paratë që vjedh me ata që i ka besnike dhe nuk i lçon sepse i ka i duhet besuar, se po i lçovi s'ka me kë vjedh për shembull, si dyshim. A për dramën apo për tjetrin. Pra, realisht shqetësimi sot është pervertimi i kuptimit politikës. Sot njerëzit e kanë kthyer konsistencën edhe raportin me politikën si diçka perverse. Pra çfarë marr unë? Ose kush është ai dudemi i shkathët, ose kush është më i fortë. Këtu pasaj nuk kemi më ideale politike, këtu nuk kemi më rregull, këtu kemi perversion politik. Edhe që gjithë bëjnë pjesë e kësaj orgjie politike, se kush e kush të kapin në një fejl aty. Kjo është gjithë problemi mendoj që është sot dhe që PD-ja nuk po arrin ta purifikojë këtë problem. Se opozita e purifikon, purifikon opozita, por është e thjesht me çfarë forcohet demokracia. Demokracia forcohet nga parimet. Po cilat janë parimet që ne diskutojmë edhe cilat janë parimet që ne prekim. Transparenca, llogaridhënia, një projekt ideal politik dhe vizioni për të çuar këtë motor të opozitës përpara. A e ka sot opozita? Jo, nuk e ka. A e kanë aktorët e rinj politik? Sepse kanë zgjedhur dhe diçka, një metodologji që dilti jo popull na sill neve në pushtet. Këtu kanë rrëzuar edhe, jo vetëm verbin, por këtu kanë rrëzuar dhe rregullat e lojës, shoqëria ka një piramidë që e respekton. Këta duan t'jepin piramidë, po duan t'jepin nga ata poshtë, jo t'ju thonë këtyre si njësoj si ai lideri që jo t'ju udhëheqin, po thonë na sillni juve, na hajdeni ju te ne. Kjo ndodh marrësit sa herë që krijohen pazare dhe nuk krijohen kauza. Kauzat e kam thënë, shpeshherë ato janë të cilën e çojnë një shoqëri përpara, nuk e çojnë pazaret. Pazaret prodhojnë marrëveshje, marrëveshjet prodhojnë ca para të qelbura, që në fund pastaj ti ke parë që një pjesë e këtyre nga që ashtu siç i marrin, ashtu edhe degradojnë dhe përfundojnë. Por sikur mos mjafton dhe vetëm kjo gjë, marrësit, unë doja të diskutonim pak sot edhe faktin që Lapaj do të jetë në njëjtën orë me Berishën protestë, kush do t'ja liroj vendin kujt? Lapaj shikoj deklaroi, se nuk është se problem. Ai tha që bulevardi ka vënë për gjithë, ne s'kemi punë me ata, ata s'kan punë me ne, por po duam na bashkohemi. Po si do ndjen ata? Ose i bashkohemi. Ja ta shpjegoj unë, kurse Sali Berisha në një deklarim dhe një prodhim publik, kur pati një protestë pak të agravuar të Lapajt në raport me policinë, sepse deshin të mirënin gjeneratorin, dhe
çadra, ushqime, çka ishin, Berisha e dënoi dhunën e policëve. Pra në lloj kuptimi shpreh solidaritet me ta. Dhe nuk besoj që do qëndroj problemi se nuk është se Lapaj ka foni dhe mban fjalime, dhe nuk është se qëndrimi Lapaj në një pozicion caktuar e prish punë foltores Berishës dhe ndërtimit të skenografisë në orën 6. Jo, por e di pse e them. Po, pjesa që ai shpreh një lloj sensibiliteti, pastaj ka të diçka më. Ata u bën bashkë në lidhje me kandidatin për kryetar bashkie. Pra një lloj forme nuk është se sot kemi një dikotomi ose një oponencë të Lapajt për Berishën. Oponenca e Lapajt thotë është e bazuar tek Edi Rama. Po Marsit, po e di çfarë më shqetëson, edhe Lapaj ka thritur në publik në orën 6 atje në Bashkonin. Po dakord, shumë mirë. Edhe mund të zoti jetë një strategji Berisha që mund ta kenë bërë të dy që të bëjnë një protestë edhe më shumë mirë. Mund të jetë një strategji me shumë njerëz. Po s'është gabim. Në anën tjetër, Marsit, pse po dështon protesta dhe pse jo vetëm po do thoja dështon, në sensin e një projekcioni dhe në një raporti i cili lidhet drejt për drejt me ngjarjet dhe me zhvillimet që janë plotësisht të komplikuara, po them, dhe janë plotësisht të ndërlikuara, që lidhet drejt për drejt me një nga ngjarjet, se kaloj se i ra telefoni, me një nga ngjarjet të cilat edhe unë i analizoj shpeshherë, dhe është ajo qëndrimi, në fakt. Lapaj ka thritur një kauzë. Pse njerëzit nuk po shkojnë tek, jo vetëm nuk po shkojnë tek Adriatiku, por duke sikur po e braktisin, që sfuan 20 persona. Çfarë ka bërë gabim Adriatiku kur 80.000 vota tashmë vinë në një moment që nuk mobilizon dot qytetarët. A janë lodhur qytetarët nga kjo situatë politike? Këto janë disa prej pikpyetjeve, në fakt. Unë do të mundohem që edhe t'i analizoj edhe në ditët vazhdim, pse Adriatiku nuk po është, dhe jo vetëm nuk është në një prej ngjarjeve apo zhvillimeve më të forta, por gjithashtu edhe pse tashmë ai në këto momente është trequr apo është i braktisur nga njerëzit e vetë. Këtë do të mundohemi në fakt në disa aspekte, ta diskutojmë së bashku me kolegët e mi, edhe për shkak të një telefonate urgjente Marsiti u desh të lëvizte, kështu që dhe unë ju falenderoj secilin prej jush dhe do të shihemi përsëri mbi ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit, mos u largoni nga antena, do rikthehemi përsëri mbi analizat më të fundit, por edhe mbi ngjarjet më të fundit.